Drone misterios u raportuan të fluturojnë mbi një bazë ushtarake që ruan armë përthamore amerikane 2 herë në vetëm 24 orë. Një helikopter policie dhe një bllokues u vendosën me nxitim në një përpjekje për të ndjekur dhe ndërprer valët e radios të 3 pajisjeve, që qëndronin pezull mbi bazën ajrore Klein Brogler në Pir të Belgjidës. Kjo vjen vetëm disa javë pasi NATO zbuloi se po rrit mbrojtjen e saj ajrore, ndërsa dronët mashtrues vazhdojnë të kërcënojnë aeroportet dhe bazat evropiane. Sipas ministrit belg të mbrojtjes, Theo Franken, dronët u pa mbrëmjen e të shtunës duke fluturuar në lartësi më të mëdha dhe ishin një mision të qartë që synonte bazën ushtarake. Dhe Ivo X ai bëri thirrje urgjente për më shumë fonde për t'u kundërvënë kërcënime, duke shtuar se helikopterët dhe bllokuesi nuk patën sukses në pengimin e pajisjeve. Frederic Maskelian sigurin atë që konsideroi si një nga pikat ushtarake më të ndjeshme të Evropës, për të cilën besohet gjërësisht se streon armë bërthamore amerikane. Ky është një kursim i dytë në bazë në vetëm 24 orë, me dron të pa-identifikuar të parë mbi zonë edhe të premte në mbrëmje. Klein Brogler thuhet se ruan bomba gravitacionale amerikane dhe konsiderohet me vlerë të jashtëzakonshme strategjike për NATO-n. Gjithashtu baza do strehojë avion luftarak të përparuar F-35 deri në vitin 2027, duke rritur më tej shqetësimet për sigurinë. Pamjet e fundit të dronëve vijnë ndërsa Evropa përballet me kërcënime të vazhdueshme të sigurisë ajrore. Në muajt e fundit, kontinenti ka parë përballje me avion luftarak rus, pamje misteriose të dronëve dhe aktivitetet të koordinuara sabotimi, që dëmtuan operacionet në aeroportet kryesore.